Qytetarët shkodran mirëpresin investimin për transformimin e hyrjes së qytetit, duke cilësuar si një ndër ndërhyrjet më të domosdoshme në infrastrukturën urbane të Shkodrës. Sipas tyre, për vite me radhë kjo zonë ka qenë anashkaluar, me mungesë të gjelbërimit këndëve për fëmijë dhe hapësirave që japin frymarrje qytetit. Për zënë sumur të knoqë jena. Për si e mojnë mendon, këtë pazuar ja 10 herë e kanë prish, e kanë gadit. Pesh e kanë marrë me forcë me gadit. Pa kja hymë e Shkodrës. Kja shumë mirë. Ku jene a me i pas, bile me i bam, me kohen si ka kënë. A fte për vonë. Shqyqyr bides, si e presim këtë ditë si, e kanë marrë me i bam. Për fëmi me lujt pa. Për bini futbol, basketbol, volleybol, setitore, për pres tanamat. A rjesë zakonisht jamirë. Zotën edhe këta si ashtu, me pyet vetëm ata që janë ekstremistë që dojnë me pasë. Aja gja shumë e bukur për të. Bravo që ai si e ka nisë dhe që të bë. Unë jam shumë i kënaqur si pa bëhet i kem rregullim. Duhet më bë inshallah sa më parë. Se Shkodra i këtë kënaqësi ka i do. Pa diskutim vonë është, po më mirë vonë se kur. Pa diskutueshme, po ku mi çu fëmijët na. Kena me vetëm lokale me fëmijë të ndohanit. Kjo gjoja ma mirë që është i baj, inshallah, e qënë deri në fund. Këto e frymë, këto merr njeri u frymë. Inshallah si e ka nisë e vazhdan. Jena shumë të kënaqur. Jena edhe në ty kalu të mosha të ret. Ku mendoj, në tonë botën ka parqe, vetëm të na s'ka, është 30 vjetë. Për nena duket mrekulli të punu janë. Pas prishjes së objekteve të cilat pengonin investimin, tashmë ka nisur puna për zbatimin e projektit në një nga pikat më të rëndësishme të qarkullimit dhe identitetit urban. Projekti përfshin zgjerimin e rrugës hyrëse dhe rikonstruksionin e trotuareve, krijimin e hapësirave të gjelbërta dhe mbjedhje të pemëve dekorative, vendosje ndriçimit modern dhe sinjalistikës rrugore, këndë lojrash për fëmijë dhe zona çlodhje për familjet. Ky projekt është pjesë e vizionit të Bashkisë Shkodër për të rritur cilësinë e jetës urbane dhe për ta bërë qytetin më të aksesueshëm, më të gjelbër dhe më të denjë për banorët dhe vizitorët e tij.